pashëruaro, e qysh nga shekujt e kaluaro, qaj moj zemër e plagosuro. Është përkujtuar këtë të shtunë në qytetin e Vlorës 29 vjetori i tragjedisë Otrantos. Familjar të viktimave, përfaqësues të pushtetit, si dhe qytetarë të Vlorës kanë përkujtuar një prej tragjedive më të rënda, atë të Otrantos ku humbën jetën 81 persona. Me iniciativë të Ministres së Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin dhe deputetes si qarku të Vlorës Eriona Ismaili, 81 karrige të lëna bosh në buzë të detit simbolizojnë viktimat e kësaj tragjedie, si dhe një lule hedhur në det në përkujtim të gjithë atyre që humbën jetën. Ministre Ismaili thotë se kjo është një ngjarje që qytetit i dhem, por haresa dhem më shumë se ngjarja. Ndaj është e rëndësishme të përkujtohet çdo vit. Sipas Ismailit, ajo që mund të bëhet sot është të garantohet që të mos përsëriten më tragjedi të tilla. Një ceremoni përkujtimore për të 81 viktimat e tragjedisë së Otrantos. Unë kam qenë shumë e vogël atëherë, por besoj se për këdo të madhe të vogël, kjo tragjedi ka lënë një shenjë që sa do vitet kalojnë nuk mund as të zhbohet, as të zbehet. Kur kam dërguar ftesat tek gjithë qytetarët, aq sa ka mundur, më kanë ardhur 2 mesazhe. E para, që thoshte se secili prej tyre njite të mbytur, viktima, dhe se dhe si kur gjithë qielli të gjëmonte të binte në shi, ate gjithsesi do vinin sot. Mirë po koha u hap, sepse mbase shpirti i tyre donte t'u jepte gjithëve ju dhe ne një mesazh që ne do t'i përkujtojmë çdo vit ata dhe mungesën e tyre, siç ata ndoshta më shumë se kushdo e meriton, me dashuri. Prandaj sot janë 81 karrige bosh, një vend që nuk mundet dot ta mbush asgjë dhe askush. I di që të gjithë ne bijem dakord vetëm në një gjë, që kur të mirat i ndajnë me njëri tjetrin bëhen më të mëdha, ndërsa dhimbjen kur e ndajmë me njëri tjetrin na lehtëson sadopak. Dhe përfitoj nga rasti, e para për një thirrje, që kjo ngjarje të mos jetë thjesht në ceremoni sipas organizimeve të rastësishme, por të jetë një ceremoni e përvitshme, me nder, me dignitet, sikurse secili prej viktimave dhe secili prej familjarëve meriton që të përkujtohet. E fundit që unë do doja të bëja si thirrje më shumë, është që në Shqipëri ne më së shumë t'i gjendemi pranë njëri tjetrit në situata të dhimbshme, për t'i qarë hallin dikujt kur është në vështirësi. Por do doja sot ta mbyllja fjalën time për t'i bërë thirrje kujdo që më dëgjon, për t'i qenë afër njëri tjetrit edhe në të mira dhe suksese, sepse mendoj që sot më shumë se kur kemi nevojë pikërisht për këtë. E pranishme në ceremoninë përkujtimore, kryebashkiakja Bruna Mersini u shpreh se në këtë ditë të gjithë përkujtojmë me dhimbje të thellë. Besoj që duke ecur ne dëgjuam emrat e 81 viktimave që ishin nga 3 muajsh dhe vazhdonin përsëriteshin. Dhe duke ecur, dhimbja eci bashkë me ne. Është një dhimbje që ky qytet do ta ketë në breza dhe jeton me ne, sepse gjithmonë do të jetë e vështirë të flasësh për tragjedinë e Otrantos dhe dhimbja nuk do të largohet asnjëherë. Një kohë e vështirë për qytetin dhe për vendin, sidomos për Vlorën, ajo kohë ku njerëzit pan shpresë largimin dhe pan nëpërmjet këtij deti që çuditërisht si burim force dhe energjie për qytetin të kthehesh në një varg të heshtur. Dhe ne pa diskutim do të kujtojmë nëpërmjet këtyre datave dhe jo vetëm nëpërmjet këtyre datave të gjithë ata, sepse haresa do të ishte një vdekje e dytë për të gjithë. Ne do të kujtojmë dhimbjen që na lan pas,
kujtimin e tyre dhe historinë e qytetit, të paharuar qofshin. Në emër të Ministrisë së Jashtme ka folur zëvendës Ministri Afino. Ata nuk janë numra në histori, ata janë histori, janë emra, janë pjesë të pandashme kujtesës sonë kolektive. Dhimbja e tragjedisë së Otrantos është një dhimbje që duhet ta mbushim me ndërgjegjësime e duhur që tragjedi të tilla të përkasin vetëm tani. Është një omazh për 81 jetët e humbura, por dhe një ditë reflektimi, është shprehur prefektja e Qarkut Evisa Lushaj. Omazh për 81 jetët e humbura në kanalin e Otrantos, 28 mars të vitit 1997, në atë që njihet si një nga tragjedit më të mëdha në historinë shqiptare, tragjedia e Otrantos. Omazh për 81 jetët e humbura, kur pjesa më e madhe e tyre ishin gra dhe fëmijë, por njëherësh edhe për qindra shqiptarë të tjerë, të cilët kanë humbur jetën në detin midis Shqipërisë dhe Italisë në tentativë të një jete më të mirë. Dita e sotme, përveç se një ditë omazhi, është një ditë kujtese, dhimbjeje, por edhe një ditë reflektimi. Unë dua të bëj një thirrje për gjithë shqiptarët të qëndrojnë në vendin e tyre, të zhvillojnë jetën e tyre, aktivitetin, biznesin e tyre në Shqipëri edhe në Vlorë, por njëherësh një thirrje edhe për të gjithë shqiptarët dhe vlonjatët që jetojnë jashtë rrojeve shqiptare, të kthehen në Vlorë, të kthehen në Shqipëri dhe të zhvillojnë aktivitetin, biznesin, jetën e tyre në vendin tonë, në Vlorë dhe në Shqipëri. Më 28 mars 1997, anija shqiptare me 142 persona në bord u përmbys nga forcat italiane e detare në ngushticën e Otrantos, ku humbën jetën 81 persona, të cilët shpresonin se do të krijonin një jetë më të mirë në Itali pas trazirave që kishin prekur vendin ton, mes viktimave nga fëmijë 3 muajsh deri në moshën 69 vjeç.